Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Hije të rënda dyshimi i lidhur me zgjedhjen e antarit të ri të gjykatës kushtetuese. Top Channel ka siguruar audion dhe proces verbalin e mbledhjes së gjykatës së lartë të zhvilluar më 30 shtator me mos përputhje mes materialeve dhe dyshimeve për mënyrën e numërimit të votave. Sipas dokumenteve, fitues u shpall gjyqtarja Sim Vokshi, megjithse Naure Dallagami mori më shumë vota, por njëra u shpall e pavlefshme nga Komisioni Teknik. Në audion e siguruar dëgjohen debatet mes gjyqtarëve që kërkojnë ta quajnë të vlefshme me fletën. Vet Llagami ka paditur vendimin duke e cilësuar të paligjshëm. Top Albania Radio. 16 tetori është i veçantë për Top Media, dita e lindjes së themeluesit të saj Dritan Hoxha, vizionarit që nisi revolucionin më të madh të shndrimit social në Shqipëri nëpërmjet medias që krijoi. Ky është edhe një moment i shënuar për vazhdimsinë e ëndrrës që ai nisi. Trashëgimia e Dritan Hoxhës sot vijon më fort në epokën digjitale të medias. Vizioni i tij për një media që do të fliste me zërin e shqiptarëve është ndrruar në një realitet duke u zgjeruar në çdo formë komunikimi. Nga transmetimet televizive te platformat online, nga përmbajtjet interaktive te inteligjenca artificiale, fryma novatore që la pas vazhdon të udhëheqë Top Median dhe që fal atij vizioni mbetet lidere. 16 tetori është një ditë feste në Top Media sepse shënon momentin e nisjes me shpejtësi maksimale të një sezoni të ri televiziv me shumë programe dhe prodhime të reja inovative. Top Media vijon misionin e nisur prej tij, të jetë numri 1 në shtëpitë të gjithë shqiptarëve, të cilët sot më shumë se kurrë janë përbashkë në mbar botën. Top Channel, Digital, Top Albania Radio dhe gjithë skuadra e madhe e kësaj shtëpie mediatike kanë meritën e madhe të këtij bashkimi kombëtar në çdo cep të botës ku janë shqiptarët dhe pasardhësit e tyre që po mësojnë shqip fal Digitalbit. Sot është zgjuar dhe rritur krenaria e të qenit një komb. Kjo është një pjesë e ëndrrës së Dritan Hoxhës, e realizuar tashmë. Dritan Hoxha e dinte se fuqia e vërtetë e medias janë njerëzit. 16 tetori është më shumë se një ditëlindje, është një ditë për të nderuar jetën, pasionin dhe vizionin që vazhdon të udhëheqë Top Median. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Nuk ka unitet politik në Shqipëri për ushtrin çlirimtare të Kosovës. Një ditë para protestës në Tiranë në mbështetje të ish-drejtuesve të UÇK-s që përballen me gjyqin në Hag, sot kuvendi u përfshi nga debate të forta. Opozita kërkoi rezolut për gjenocidin serb në Kosovë. Vrasja për shkaqe etnike e civilëve është genocid. Ku e gjeni forcën ju të shkelmoni mbi gjakun dhe jetën e këtyre njerëzve? Edhe serb po t'ishin, do të votoja, po ta kishin bërë shqiptar. Ju bëj bashkallëtor në krim monstruoz. Kreu i grupit socialist Tauland Balla. Vendimi juaj i Partisë Demokratike për të bojkotuar protestën e nesërme mbar kombëtare në mbështetje të UÇK-s dhe komandantëve të saj është thjesht konfirmimi i qëndrimeve dhe i veprimeve kundër interesit Kosovës. Balla ironizoi Berishën. A mundot një shqiptar të shkelmoj mbi këtë gjak? Po pse bëni këtë? Sepse kreu i juaj është jargati Aleksandar Vučići. Po pse bëni këtë? Sepse kreu i juaj është i shërbëtori Aleksandar Vučićit. Tifozët serb, kur donin të na shanin, na thirrnin Sali Berisha, Sali Berisha. E thrasin se Saliu është dhëndri mirë i Serbis, i ka shërbyer mirë Serbis sa herë ka pasur mundësi. Tauland Balla replikoi edhe me kryetarin republikan Fatmir Mediu. Absolutisht nuk të pyes ty Tauland Balla, do jem ku është Kosova, do të jem dhe nuk marr leje, as nga ty, as nuk kërkoj që të më ftosh ti në çështje që kanë bëjë me Kosovën. As e ke ditur, as e di ku është Kosova. Me qenë se ju bëra një kronologji të gjithë shka keni bërë për ta dëmtuar Kosovën, vetëm 28 ditë pas shpalljes pavarësisë Kosovës hodhët në Ergërdecin, të dy bashkë. Protesta e nesërme në Tiranë për drejtësi ndaj ish-drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës vetvendosje përmendi kryeministrin Rama. Partia e kryeministrit në detyrë Albin Kurti shkroi se shumë nga politikanët që sot janë kundër gjykatës speciale ishin lobuesit më të mëdhenj që të krijohej. Për Rama tha se shkoi në Kosovë për vizitë emergjente me helikopter për të bindur palët të votonin pro themelimit të kësaj gjykate.
Kryeministri Rama ju përgjigj vetëvendosjes. Rama vuri në dukje se nuk është më në asnjë lloj gare me lëvizjen dhe shpreh se i vjen keq që lëvizja i ngatron marrëdhëniet institucionale të Kosovës me Shqipërinë në atë që e quan çorbën e balotazheve komunale. Për qëndrimet e para 10 vjetëve kur ajo nuk njihte as himnin e Kosovës e jo më pafajësinë e Hashim Thaçit, të cilin do ta donte përjetësisht në Hag, i kujtoi lëvizjes se gjykata speciale u ngrit për trafikun e organeve, jo për të marrë peng presidentin e Republikës së Kosovës, shkroi Rama. Dhe e fundit, unë as nuk jam organizatore, as nuk jam folës i protestës gjithkombëtare drejtësi për çlirimtarët, të cilën e mbështes me gjithë zemër e do t'i bashkohesha si pjesëmarrës i thjesht, nëse nuk do të isha i vetëdijshëm se çdo politikan, me dashje ose jo, ja sa i nisme, do të dëmtonte qëllimin dhe popularitetin e saj, përfundoi reagimi i kryeministrit. Me moton Unë jam UÇK, protesta e nesërme në sheshin Skënderbej në Tiranë mbështetet nga të gjitha shoqatat në vendin tonë dhe Kosovë. Përmes një deklarate të përbashkët bën thirrje për pjesëmarrje sa më të gjerë. Pas Prishtinës e Hagës, tubimi ka një arsye pse zhvendoset në kryeqytetin e Shqipërisë. Kreu i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati. Ne jemi një kombë, një gjuhë, një kulturë dhe jemi një meni flamore. Unë mendoj se gjeneza jonë e ushtrisë në Kosovës është mune Tiranë në vitin 90-ta. Dhe kjo është arsyeja pse ne kemi dashur të ftojmë protestë gjithkombëtare të jetë në Shqipëri. Rruga e Kombit do të jetë pa pagesë për 24 orë për të lehtësuar pjesëmarrjen e shqiptarëve të Kosovës në protestën që nesër do të zhvillohet në sheshin Skënderbej në Tiranë. Sipas zëvendës kryeministres Belinda Balluku, rruga do të jetë pa pagesë nga ora 9 e 17 tetorit deri në orën 9 të mëngjesit të 18 tetorit. Disa automjetet e forcës së sigurisë së Kosovës u pan sot në rrugët e Mitrovicës së Veriut me shumicë serbe. Nga policia e Kosovës thanë se FSK-ja qëndroi gabimisht në pjesë veriore të vendit, duke justifikuar me një orientim të gabuar të GPS-it. Lista serbe dorëzoi një ankesë në gjykatën kushtetuese të Kosovës për zgjedhjen e Nenad Rashidit si nën kryetari i kuvendit. Partia që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar pretendon se ka pasur shkelje të kushtetutës rregullore së kuvendit e vendimit të mëparshëm të kushtetueses. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Pallati i Sportit Aslan Rusi në Tiranë do të rikonstruktohet para një jurie ndërkombëtare. Sot u prezantuan 6 projekte ide të arkitektëve. Kryeministri Rama vlerësoi. Projekt shumë ambicioz, rilindjen e Pallatit Sportit Aslan Rusi, i cili ka qenë një pikë referimi në një histori të gjatë përpjekjesh dhe sfidash sportive dhe që sot në një kohë të re meriton një formë të re, një forcë të re dhe një vëmendje të re. I shoqëruar nga një avokat, autori i ekzekutimit të biznesmenit italian Edoardo Sarchiu dorëzua në policinë e Tepelenës, 48 vjeçari Kamber Sulça ishte në kërkim për vrasje, armbajtje pa leje e prodhim me shitje narkotikësh. Vrasja ndodhi më 27 shtator në vendin e quajtur Qafa e Dilanit në Tepelen, pas një konflikti për dritat e gjata të makinës. Lajme nga rajoni. Në Greqi, parlamenti votoi një projekt ligj të diskutueshëm që në kushte të caktuara lejon një ditë pune 13-orëshe. Qeveria konservatore e quan reformë që promovon punë të drejtë dhe fleksibël për të gjithë, ndërsa sindikatat greke argumentojnë se legjitimon skllavërinë e paguar. Lajme nga bota. Presidenti amerikan Donald Trump konfirmoi se ka autorizuar CIA-n për të kryer operacione të fshehta në Venezuelë. Ky njoftim shënon një përshkallëzim në përpjekjet e Washingtonit për të bërë presion qeverisë së presidentit venezuelian Nicolás Maduro. Trump u tha gazetarëve se arsyet lidhen me emigrimin e venezuelianëve drejt SBA-ve, si dhe trafiku i drogës. Qeveria e Venezuelës tha se deklaratat e Trumpit përbëjnë shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe shtoi se veprimet e Washingtonit kanë për qëllim të legjitimojnë një operacion të ndryshimit të regjimit me synim të marrjes nën kontroll të burimeve të naftës që ka vendi. Sport. Kupa e Shqipërisë përcaktojnë sfidat e turit të dytë të kompeticionit, ku 16 skuadra do të përballen mes tyre për një vend në fazën pasuese. Vora do të sfidojë Sopotin që surprizoi me eliminimin e Erzenit, ndërsa Flamurtari do të përballet me Tomorin, i cili kaloi automatikisht në turin e dytë pas tërheqjes së Valbonës.
Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Edicioni informativ I radhës është në orën 17. Unë jam Edi Hallaçi. Unë jam Armelda Mithasani. Kjo është Top Albania Radio.